Territori i Kosovës për datën 7 prill 2026 do të karakterizohet nga moti i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe rreshjeve të her pas hershme të shiut. Paraditja do të ketë intervale me diell dhe vranësira, ndërsa pasditja sjell rreshje shiu në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:01 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:15 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 8 deri në 18 gradë Celsius, Podujev 5 deri në 16 gradë Celsius, Skënderaj 8 deri në 17 gradë Celsius, Pej 7 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 7 deri në 17 gradë Celsius, Gjakov 8 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 9 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 17 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 18 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 17 gradë Celsius, Suharek 10 deri në 19 gradë Celsius, Prizren 8 deri në 18 gradë Celsius.